çdo gjë në ne, çdo gjë që ne kemi mësuar, çdo gjë që na thot bota, çdo gjë që na kanë mësuar, është të mos jemi skamës në frymë, të qenit të pashpresë, të dobët apo të pavlerë, të qenit plotësisht të zbrazët, nuk do t'ju bënte të suksesshëm në tregun e bursës. Oh, e kuptoj këtë. Është vetë besimi, është vetë mbrojtja, është një projekcion i imazhit të vetes, këto gjëra do t'ju bënin të suksesshëm. Jo, Jezusi tha se suksesi vërtet është të jesh skamës në frymë dhe që këtë t'ja deklarosh publikisht Perëndisë dhe vetes. Ky është sekreti i suksesit. Ky është sekreti për të shkuar në parajs. Jo të ndihesh mirë me veten, të ndjesh vetbesim, jo të ndjesh krenari për veten, jo të ndihesh se je kapiteni i anijes tënde dhe të mos ndihesh se je ti në kontroll. Lum skamësit në frymë sepse e tyre është mbretëria e qiejve. Çfarë po thot ai këtu? Ai po na thot se kualifikimi i parë për parajsën është të jesh skamës në frymë. Por sërish dikush mund të protestoj dhe të thote, po ormik, parajsa duhet të jetë një vend i mbushur me dështak. Po, ke shumë të drejtë. Është shumë e drejtë. Jezusi tha, ai që do ta humbas jetën e vet për hirin tim, është fitimtari i vërtet i parajsës. Pra çfarë është mbretëria e qiellit? Mbretëri është vendi ku është një mbret, ku është një sovran që e kontrollon atë mbretëri. Mbretëria nuk është diçka gjeografike, nuk është thjesht një copë tokë, është një mbretëri shpirtërore. Mbretëri është vendi ku je në mbretërimin e mbretit. Skamës në frymë do të thotë që fryma jote është e varfër, jo fryma e shenjtë, që fryma jote ndihet e varfër. Kur fryma jon nuk ndjen krenari në vetvete, vetëm atëherë do ta kuptojmë që Perëndia na ka në dorën e tij. Vetëm atëherë do ta kuptojmë se Perëndia na ka ndryshuar në mënyrë radikale. Vetëm atëherë do ta kuptojmë që Perëndia është duke na vëzhguar. Vetëm atëherë do ta kuptojmë se Perëndia na ka gjetur kur kemi qenë të humbur. Më dëgjoni me kujdes, kjo është e rëndësishme. Ka shumë njerëz që duan ti tërheqin vëmendjen Perëndis. Sidomos nëse janë të lashë, njerëzit e duan vëmendjen e Perëndis, apo jo? Jeni dakord? Por e vetmja mënyrë për të tërhequr vëmendjen Perëndis është të mos mburresh për çdo gjë tjetër që ke në jetën tënde. Por të mburresh për atë që duhet, të mburresh për Perëndinë e plotfuqishëm. Tani mund t'ju them me gjithë sinqeritetin tim, unë mburrem vetëm për një Perëndi pa të cilin unë jam i pamundur. Unë mburrem për Perëndin pa të cilin unë jam i pa shpresë. Unë mburrem për një Perëndi pa të cilin unë jam i dëshpëruar. Unë mburrem për një Perëndi pa të cilin unë nuk mund të bëj dot asgjë. E kam fjalën për të gjitha dhuntit dhe talentet që kam marrë nga dora e Perëndis. Unë e pranoj që Perëndia është burimi i gjithë dhuntive, burimi i gjithë talenteve dhe që unë varem nga Perëndia për t'i përdorur këto talente. Që çdo ditë unë i përdor me zell këto dhunti dhe talente në mënyrë që ai të marrë gjithë lavdin. Dhe miqtë e mi të dashur, në këtë përulësi të vërtet, jo përulësi të rreme, por përulësi të vërtet e gjej mikun ton David. Tek 2 Samueli kapitulli 7, shpresoj të keni hapur Biblat tuaja, sepse ky është një nga kapitujt më të fuqishëm në të gjithë dhjatën e vjetër. Në fakt do t'ju tregoj se vetëm ky kapitull mund të bëhet lehtësisht një kurs dishepullizimi 7 javor. Në këtë kapitull do të shohim në veprim përulësinë e vërtet. Shumë njerëz flasin për përulësim, por do të shohim se si funksionon në veprim, se si funksionon në jetën e vërtet. Këtu shohim Davidin jo të llastuar nga suksesi i tij, nuk ja ka marrë mendjen pozita e tij. Ai, Davidi, nuk është fryr nga fitoria që ai kishte marrë. Këtu shohim Davidin që nuk e harron se Zoti është në mes të lulëzimit të tij. Jo, në vend të kësaj ne shohim të vazhdoi skamja e tij në frymë. Kjo është skamja e vërtet në frymë. Ky është vërtet një njeri, skamja e të cilit në frymë shfaqet që ta shohim të gjithë si. Duke pasur lavdinë e Perëndis si shqetësimin e tij kryesor, duke pasur nderimin e Perëndis si prioritetin e tij numër 1, duke pasur adhurimin e Perëndisë së vërtet si qëllimin e tij kryesor.
Dikush mund të thotë, po Michael, ti thua se ky është hapi i parë, ky është niveli i parë, po, por gjithashtu thash se duhet të qëndrojmë ne për gjithë jetën tonë. Skamja në frym nuk ndodh në çastin kur vini te Jezusi dhe pastaj gjithë jetën tuaj do ta jetoni jetën të pavarur siç ishit më parë, jo. Ndonjëherë ndihemi aq të shtangur kur Perëndia na bekon, kur Perëndia derdh bekimet e tij mbi ne, dhe ndihemi të përulur, ndihemi të padenj për ato bekimet e stërmdha, por është një gjë krejt tjetër kur Perëndia na thot jo për diçka dhe ne vazhdojmë të lutemi dhe jemi njësoj të përulur dhe të cënueshëm përpara Perëndis në të njëjtën mënyrë siç ishim më përpara. Është çasti kur Perëndia na thot jo faleminderit, nuk është problemi te ti. Tek 1 Kronikave, kapitulli 17, vargu 3, me qira fjala 1 Kronikave 17 dhe 2 Samueli 7 janë pasazhe pasqyrë të njëra tjetrës në Bibël. Ata raportojnë të njëjtën gjë. Njëra ka më shumë detaje për një gjë ose një tjetër. Por tek 1 Kronikave 17:3, Perëndia e dërgon profetin Nathan. Ai thot, shko ti thuash Davidit. Kështu thot Zoti. Kjo nuk është diçka që mund ta zgjedhësh, ky nuk është thjesht një parim, ky nuk është kështu thot Zoti. Nuk do të jesh ti ai që do të më ndërtoj një shtëpi. Ju lutem, nuk duhet i shpëtoj kjo. Nuk ka gjë më zbuluese për marrëdhënien e vërtet të një njeriu me Perëndin, të marrëdhënies së vërtet me Zotin, se sa mënyra si ai ose ajo reagon kur Perëndia thot jo. Mbase jeni lutur për ndonjë nevojë fizike dhe Perëndia thot jo, ose të paktën jo tani. Cila është natyra e marrëdhënies suaj me Zotin atëherë? Mbase keni humbur një marrëveshje biznesi që e donit me të vërtet dhe jeni lutur fort për të, ajo marrëveshje biznesi nuk ndodhi. Si është temperatura juaj shpirtërore pasi nuk ndodhi ajo? Mbase keni aplikuar për në një universitet të caktuar, por dera nuk është hapur për ju, ose mbase jeni lutur për ndonjë pozicion të caktuar në një kompani, por ajo derë ju është mbyllur. Si është marrëdhënia juaj me Zotin kur nuk ndodhi ajo? E njoh zhgënjimin kur Perëndia thot jo. Ka pasur raste kur as unë nuk kam reaguar siç duhej. Nuk kam reaguar si Davidi. 2 Samueli 7:18. Atëherë mbreti David shkoi dhe u ul përpara Zotit. Kjo është ulje ose pozicion lutjesh. Ai u ul në pozicion për lutje. Këtij njeriu Davidit i ishte mohuar përmbushja e vizionit të jetës së tij. Ati i ishte mohuar përmbushja e ëndrrës që kishte. Ati sapo i ishte mohuar përmbushja e dëshirës së jetës së tij. Por në vend që të varte buzët, siç bëri më përpara me qira fjala, e bëri këtë më parë, ai u mërzit më parë. Edhe unë jam mërzitur shumë herë. Në vend që të mërzitej, ai u lut. Ai u lut. Zot, nëse nuk mund ta përmbush vizionin për të ndërtuar një shtëpi adhurimi, atëherë do t'u jap gjithçka që kam, dhe në fakt ai dha gjithë pasurinë e tij. Do t'u jap të tjerëve që ta ndërtojnë atë. Zot, edhe pse nuk do ta kem unë gëzimin dhe kënaqësinë për të shërbyer ty në këtë mënyrë, do të qëndroj pas atyre që do ta bëjnë. Zot, edhe pse mund të mos e kem gëzimin e predikimit, do të qëndroj pas atyre të cilët predikojnë. Zot, edhe pse mund të mos të shërbej ty, ashtu siç dua unë do të qëndroj pas atyre që do ta bëjnë. Kjo është lutja ime. Dhe miq të dashur, kjo është përulësia e vërtet. Kjo është skamja e vërtet në frym. Tani po vite lutja. Lutja me 7 pjesë e Davidit. Pas këtij zhgënjimi, është model lutje për gjithë secilin, pa asnjë përjashtim. Ne duhet të mësojmë nga kjo. Kur marrim lajme zhgënjyese, kur nuk marrim përgjigje për lutjet tona. Së pari, te kjo lutje me 7 pjesë, Davidi ja atribuon çdo gjë hirit të Perëndisë.
Davidi ja atribuon çdo gjë hirit të Perëndis. Mund ta gjeni në ekran dhe mund ta mbani shënim që të mos e harroni. Të 7 pika do t'i shihni në ekran pas pak. Vargu 18. Kush jam unë, o Zot, dhe çfarë është shtëpia ime që më bëri të vi deri këtu? Siç e thash në fillim, besimi i sinqert përpa denjësinë tonë është sekreti për ulësisë së vërtetë. Shkrimi në Dhjatën e Re thot se shpëtimi për njerëzimin vjen vetëm nëpërmjet hirit, që të mos mburret askush dhe as të marrë meritat. Kjo është arsyeja, sepse Davidi e kuptoi sa i padenj dhe i pavlerë ishte dhe kuptoi plot denjësinë e Perëndis. Sa po shpika një fjalë këtu. Së dyti, Davidi e kuptonte madhështinë e Perëndis. Vargu 22. Për këtë je i madh, o Zot, o Perëndi. Asnjëri nuk është si ti dhe nuk ka tjetër Perëndi veç teje. Të dashur, ka shumë njerëz që predikojnë dashurinë e Perëndis, dashurinë e Perëndis, dashurinë e Perëndis, por kur nuk predikojnë mbi drejtësinë e Perëndis dhe e bëjnë të duket sikur Perëndia është si një gjysh i papërgjegjshëm, që i lën një prit e tij të bëjnë çfarë të duan. Kur nuk predikojnë mbi drejtësinë e Perëndis apo shenjtërinë e Perëndis apo pastërtinë e Perëndis. Nga njëra anë ka njerëz që e shpjegojnë hirin sikur të jetë për shkak të tyre. Më kuptoni? Sikur Perëndia ju ka borxh hirin. Në këtë epokë të llastuar e kemi sjell këtë edhe në kishën tonë, edhe në doktrinën dhe teologjinë tonë. Sikur Perëndia të na e ketë borxh hirin. Së treti, Davidi afirmon mirësinë e Perëndis. Le të shohim vargu 23. Dhe kush është si populli yt, si Izraeli, i vetmi komb mbi dhe që Perëndia erdhi ta shpengoi për vete si popullin e tij. Shpengimi i Zotit Jezus Krisht për ne, përmes gjakut të tij të çmuar që u derdh në kalvar, kërkon për lëvdimin më të lartë. Kërkon për lëvdimin më të lartë. Nuk kërkon të qëndrojmë të plogët, edhe të mos bëjmë asgjë për të. Shpëtimi që na dha Jezus Krishti, i plot dhe falas, kërkon që ne t'i japim atij gjithçka. Hiri i Perëndis na imponon mirënjohjen më të thellë. E katërta, nga 7 pikat e lutjes, Davidi afirmon beslidhjen e Perëndis. Vargu 24. Dhe ti ke vendosur për vete që populli yt i Izraelit të jetë populli yt për gjithnjë, dhe ti, o Zot, je bërë Perëndia i tij. Kjo është ajo gjë për Perëndin të cilën mund ta kemi të sigurt. Kur ai bën një beslidhje, ai do t'i përmbahet asaj beslidhje. Perëndia është një Perëndi besnik. Kjo do të thotë se Perëndia gjithmonë i përmbahet detyrimit të tij. Jemi ne ata që nuk e bëjmë. Nuk i përmbahemi. Dhe e dini se çfarë? Ne i sjellim dhimbje vetes tonë kur nuk i përmbahemi pjesës sonë të beslidhjes. Është e vërtetë, sepse ne priremi që ta shkelim beslidhjen. Ja një nga himnet e mia të preferuara. I prirur për t'u endur, Zot, e ndjej. I prirur për t'u larguar nga Perëndia që dua. Kur ai më shpëton nga rreziku, ndërmjetson me gjakun e tij të çmuar. Në fakt, autori i këtij himni ishte i prirur për t'u endur larg Zotit, është e vërtetë, dhe prandaj ai e shkroi këtë strofën e fundit. Ai ishte i vetëdijshëm për këtë, dhe sa herë që kthehej, ja zbraste zemrën Perëndis dhe Perëndia e pranonte. Davidi ja atribuoi gjithçka hirit të Perëndis. Davidi e kuptonte madhështinë e Perëndis. Davidi e afirmoi mirësinë e Perëndis. Davidi e afirmoi beslidhjen e Perëndis, dhe së pesti Davidi shpalli premtimet e Perëndis. Le të shohim vargu 25. Dhe tani, o Zot, o Perëndi, fjalën që ke dhënë lidhur me shërbëtorin tënd dhe me shtëpinë e tij, mbaje të qëndrueshme për gjithnjë. Dhe sigurisht që e dini se për çfarë ka fjalën këtu. Për Jezusin, birin e Davidit, që do të ulet për gjithmonë në fron. Kjo ishte një profeci mesianike. Dhe këtu Davidi po bën dy gjëra njëkohësisht. Le të shohim pak së bashku.
Davidi po mbahet pas premtimit hynor dhe e beson atë. Dhe së dyti ai po i përgjërohet Perëndis për ta përmbushur këtë premtim në të ardhmen. Ai i beson të fjalës së Perëndis në librin e Numrave kapitulli 23 vargu 19, ku na thuhet Perëndia nuk është një njeri që mund të gënjej, as edhe bir njeriu që mund të pendohet. Kur ka thënë një gjë nuk do ta bëj, ose kur ka shpallur një gjë nuk do ta kryej, dhe përgjigja është në asnjë mënyrë. Ju lutem, duhet ta kuptoni besimin biblik. Fjala besim diskutohet shumë, sa ndonjëherë edhe acarohem. E dini, besoj te kjo, besoj te ajo, besoj te kjo tjetra, por besimi biblik duhet ta kuptoni që është dhuratë nga Perëndia. Është një dhuratë nga Perëndia. Sepse unë e di që Perëndia im jo vetëm që më premton, apo që është Perëndi që premton, por ai është edhe Perëndi që vepron. Sepse unë e di që Perëndia im tregohet besnik jo vetëm që më thërret, por ai tregohet besnik edhe për të më mbajtur. Perëndia im nuk është vetëm një Perëndi që bën beslidhje, por ai është edhe një Perëndi që e mban. Perëndia im nuk është vetëm një Perëndi i cili dënon, por ai është edhe një Perëndi që fal. Perëndia im jo vetëm që është një Perëndi që thërret, por është edhe një Perëndi që pranon. Perëndia im jo vetëm që është një Perëndi që fillon, por ai është edhe një Perëndi që përmbush. Amen. Amen. Dhe për këtë arsye shkrimi na thot se ai që e nisi një vepër të mirë në ju, është i aftë edhe që ta përfundojë atë. Së gjashti, Davidi shpall lavdin e Perëndis. Le të shohim vargjet 26 dhe 27. Nuk është çudi që kur dishepujt i thanë Jezusit na mëso si të lutemi, ai u tha ja modeli që duhet të ndiqni. Dhe e dini se çfarë bëri ai me atë model? Ai e fillon me lavdin e Perëndis dhe e përfundon me lavdin e Perëndis. Kështu duhet të jenë lutjet tona, të fillojnë me lavdin e Perëndis dhe të mbyllen me lavdin e Perëndis. Aty që je në qiell, u shenjtëroft emri yt. Dhe përfundon me e jotja është lavdia. E jotja është lavdia. E shtata dhe e fundit në këtë lutje me 7 pika të Davidit. Pas zhgënjimit të tij, Davidi e nderon publikisht besnikërinë e Perëndis, vargjet 28 dhe 29. Davidi me gjithë uljet dhe ngritjet e tij, dështimet dhe mëkatin, ai kur nuk e humbi nga syt besnikërinë e Perëndis. Tani të dashur, Perëndia ynë është po aq i mirë sa fjala e tij. Ju lutem merreni personale këtë pyetje. Si luteni ju kur Perëndia ju thot jo? Si luteni ju kur Perëndia ju thot jo? Ose mbase ende jo? Mendoni gjatë dhe thellë për këtë, është shumë e rëndësishme, është shumë e rëndësishme. Unë e di cila është dëshira ime. Unë nuk mund të qëndroj këtu dhe t'ju them se e kam bërë çdo herë, jo. Dëshira ime është që të lutem si Davidi. Unë dua që gjithmonë të përlëvdoj Perëndin për hirin e tij. Unë gjithmonë dua që të përlëvdoj Perëndin për madhështinë e tij, unë gjithmonë dua ta përlëvdoj Perëndin, të afirmoj mirësinë e tij, unë gjithmonë dua të afirmoj beslidhjen me Perëndin. Dhe gjithmonë dua të pohoj premtimin e Perëndis, unë gjithmonë dua të shpall lavdin e Perëndis me çdo veprim dhe me çdo mendim. Unë gjithmonë dua ta nderoj publikisht besnikërinë e Perëndis. Perëndia na e plotësoft juve dhe mua këtë dëshirë.